Receta e sotme është një recetë shumë e shpejtë dhe ekonomike. Si fillim do na duhet një qe mesatare, të cilën do ta grim imët. Gjysmë speci të kuq, gjysmë speci jeshil dhe një filet të pule. Të vazhdojmë ta presim filetën në kubik. Pasi kemi prerë perimet, në një tigan do të hedhim vaj dhe më pas do të skuqim qepën. Do ta lejmë qepën derisa të zbutet për 2-3 minuta. Më pas do të hedhim specin e kuq dhe specin jeshil. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë dhe me specat, do të lejmë për disa minuta. Pasi perimet janë skuqur, do të hedhim mishin e pulës. Të vazhdojmë ta përzijim. Dhe pasi mishi dhe perimet janë skuqur, do fillojmë të hedhim erëzat. Unë kam përdorur piper të zi, spec pluhur dhe krip. Më pas i kam hedhur dhe një lugë salcë për t'i dhënë ngjyrë më të bukur. Të vazhdojmë ta përzijim në temperaturë mesatare për 2-3 minuta. Më pas do të hedhim 150 gram sheherie ose makarona supe. Do ta përzijim pak. Dhe më pas do të hedhim ujin. Për këtë recetë kam përdorur rreth 500 ml ujë. Do ta përzijem pak dhe më pas do t'i vendosim kapakun dhe do ta lejmë të zije për 15 deri në 20 minuta derisa ta ketë pirë të gjithë ujin. Pasi është zier, do ta përzijem pak dhe më pas do ta lejmë të pushojë. Kur të ftohet pak, e kemi gati për ta konsumuar. Sipas dëshirës, sipër mund t'i hidhni dhe maltanos të freskët. Është një recetë e shpejtë, e shijshme dhe shumë ekonomike. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.